që ka ndodhur sot në institucionin tonë. Nxënësi është interesuar. Ka nxënës të cilët kërkojnë ta prekin me dorë eksperimentin. Duke e prekur me dorë, ata din ta demonstrojnë edhe më tutje. Jam një mësuese vjetër që e kuptoj nxënësin kur është teorik dhe kur është praktik. Nxënësi po është praktik, ecën përpara. Po është teorik dhe se ka prekur me dorë. Dhe kjo sot mua më pëlqen. Më pëlqen mua si mësuese dhe shikoj dhe nxënësit janë të interesuar sepse ka diçka të veçantë, të cilët mund ta bëjnë me gjëra praktike, por duke mos i prirë atje të shpërthejnë të bëjnë. Janë gjëra, janë eksperimente të tilla që nuk duhet të bëhet vetëm një herë. Duhet të bëhet sa më shpesh kjo, të vihet sa më shpesh, dhe nxënësit jetë më interesuar për këtë. Jam e kënaqur, jam plotësisht e kënaqur. Në lidhje me atë çfarë kam kaluar unë në jetë, çfarë kam mësuar unë kur kam qenë gjimnaziste, edhe me këtë që janë sot. Falenderoj shumë për gjithçka. Në kuadrin e Natës Europiane të Kërkuesve Shkencor të Mesdheut, që u bë eksperimente të ndryshme dhe veprimtari me shumë shkolla të tjera në universitetin ton, edhe ne prum nxënësit tanë për të thelluar sa më shumë dijet shkencore, pikërisht në këto lëndët përkatëse shkencore të biokimisë dhe pam konkretisht shumë gjëra shkencore dhe shumë të vlefshme për gjithë të rinjt. Të gjitha këto veprimtari që ne pam dhe organizuan këtu, nxisin më shumë interesin e nxënësve tanë, të studentëve tanë, për të thelluar më shumë në kërkimet shkencore, në fushat përkatëse që duhet i shërbejmë adeut nesër më së miri në të gjitha fushat tona. Kënaqësi që ishit pjesë e këtij projekti në ambientet e Kolegjit Universitar Alt. Kolegji Universitar Alt po pjesë e këtij projekti me misionin e tij, sepse një nga kriteret e misionit kryesor i Kolegjit Universitar Alt është rritja cilësore në kërkimin shkencor dhe në pjesëmarrja në projekte aq të veçanta siç ishte edhe ky projekt që ju erdhët ju sot. Falënderimet janë gjithmonë. Zhvillimi i seancës ishte në mënyrën të shkëlqyer, në lartësinë e duhur, me eksperimente ku student, nxënës morën pjesë, shprehen mendime dhe pan diçka shumë të veçantë që ishte në studimin dhe në avancimin e këtij projekti. Kuadrin e bashkëpunimit ndëruniversitar, që Shqipëria ka bërë pjesë në vitin 2015 ishte për zhvillimin e qëndrueshëm. Programi nga 2015 deri në 2030, gjithë këtë 15 vjeçar është ndarë në disa faza, në disa etapa dhe një nga ato është edhe pjesa e projektit që sapo punuam me Universitetin e Lecës, si lead partner dhe me Universitetin e Tiranës edhe me Akademinë e Shkencave. Detyra e universitetit dihet që është kërkimi shkencor, mësimdhënia dhe dija dhe kultura. Dhe kuptojmë ndërtimi dhe këtyre faktorëve që bëhet qoftë në sistemin universitar, qoftë në sistemin parauniversitar, kërkon një ndërlidhje midis stafit, ka shkëpunimin e shkencës midis shkencëtarëve me njëri tjetrin, midis mendimtarëve për zhvillimin e shkencës. Por shkenca është, si thua, një domen i universitetit, kurse edukimi, mësimdhënia është një domen që janë gjithë sistemi i arsimit parashkollor dhe parauniversitar. Ne kemi marrë shkas me që se viti 2025 është viti fundit i zhvillimit strategjik sipas ligjit të arsimit të lartë, dhe ne jemi në prag të hartimit të strategjisë për zhvillimin e arsimit me fjalë në institucionin tonë që është universitet jo publik për periudhën 2026-2030. Dhe jemi para disa sfidave për të vendosur disa orientime, disa detyra që kanë dalë dhe nga takimi i Moskatit në Oman. Në janar të 2025 janë zhvilluar takimi janë dhënë objektive dhe zhvillimit të qëndrueshëm dhe në fushën e arsimit, që njihet me OZQ4. Dhe në atyre jepen disa orientime që kanë të bëjnë me ndërkombëtarizimin e arsimit, kanë të bëjnë me programimin e arsimit, kanë të bëjnë me masivizimin e arsimit dhe me diplomacinë me fjalë ose një lloj ndërlidhje ndërthurje, meqense kërkohet një lloj masivizimi ose ndërkombëtarizimi të dhënave dhe i zhvillimit të kërkimit shkencor të përbashkët, sepse sot para njerëzimit ka shumë sfida, siç janë problemet të lidhura me
ndryshimet klimatike ose problemet e ndryshme sociale, të cilat kërkojnë një bashkëpunim jo vetëm në fushën e një diplomacie politike të mirëfillt, por edhe në fushën e kërkimit shkencor. Dhe shkenca, kërkimi shkencor, shkenca është, si thua, paralele me demokracinë që ka ligje, që pranon dhe mendimin e kundërt, po njëkohësisht shkon përpara dhe, si thua, masivizon rezultatet e saj. Kuptohet që për ta bërë sa më të rejtë masivizim të fushën e kërkimit shkencor, i shërbeu dhe ky aktiviteti sotëm, ku nëpërmjet një zhvillimi praktik, i atyre që duhet bëjnë, duhet shikojnë që të rinjt kanë hapësira, pavarësisht nga fushat dhe nga rruga ideologike për edukimin e mëtejshëm tyre, por kërkimi shkencor është gjithmonë një drejtim, një orientim, me fjalë që mbulohet nga universitetet. Kështu që mendoj që përfituan dhe ata, njëkohësisht edhe neve, për të parë me fjalë edhe për të parë si interesin e studentit lidhur me formimin e tyre profesionale dhe shkencore, kanë që është detyrë e institucioneve të arsimit të lartë të shkencës. Faleminderit.